Shqipëria që nuk lëviz kur vjen sultani, samiti që paralizoi shtetin. Tiranë, 15-16 maj 2025. Në emër të një samiti ndërkombëtar, një ngjarje që supozohet të nderoj vendin, Shqipëria zyrtarisht u paralizua. Administrata publike u fut në pushim të detyruar. Qytetarët nuk mund të lëvizin lirshëm në kryeqytet. Rrugët bllokohen, transporti ndalohet dhe jetesa normale ndërpritet për shkak të lëvizjes së miqve të sultanit. Mirë se vini në Shqipërinë e 2025-s, ku një qeveri që nuk di të organizojë një vizitë shtetërore pa rënuar jetën qytetare, sillet sikur po mbështet një ceremoni perandorake osmane dhe jo një demokraci funksionale moderne. Një samit, një shtet në gjumë. Samiti ndërkombëtar që po zhvillohet në Tiranë ka sjell një sër masash ekstreme. Administrata publike në pushim. Shkolla të mbyllura. Transport urban i kufizuar. Qytetar të izoluar në lagjet e tyre. E gjitha kjo, në vend që të shihet si sukses diplomatik, po përjetohet si një gjendje e jashtëzakonshme pa shpallje zyrtare. Punonësit e administratës që nuk kanë paga të larta dhe nuk jetojnë në vila me roje, sot nuk kanë as me çfarë të shkojnë në punë, sepse qyteti u bllokua pa asnjë plan për qytetarët e zakonshëm. 2. Kur qeveria trajton popullin si pengesë. Në një shtet normal, kur organizohet një samit, struktura e pushtetit siguron që qytetarët të mos dëmtohen, që puna e përditshme të vazhdojë, që qyteti të funksionojë me kapacitete të planifikuara. Por në Shqipëri, duket se çdo vizitë zyrtare shndërrohet në një shfaqje feudaliste, ku populli detyrohet të zhduket nga rruga, të heshë dhe të shikojë nga balkoni ndërsa të mëdhenjt i kalojnë para. Kjo nuk është demokraci. Kjo është teatër oriental, ku qytetarët nuk kanë më rol aktiv, janë thjesht spektator të një show shtetëror që nuk i përfshin. 3. Administrata e shtetit, pushim, sepse sultani kalon. Në vend që Shqipëria të tregoj veten si një shtet me administratë funksionale, me qytete që operojnë pa ndërprerje edhe gjatë ngjarjeve të mëdha, qeveria vendos të pezullojë punën e shtetit. Pyetjet që lindin janë të thjeshta, por thelbësore. A është kjo një mënyrë për të fshehur dështimin në organizim? A nuk është kjo një shkelje e të drejtës së qytetarëve për të punuar? A nuk është ky një tregues se shteti shqiptar është i brisht, sepse nuk mund të funksionojë normalisht kur ka një samit? E gjitha kjo i ngjan më shumë një teatri të mbylljes së qepenjve, sesa një momenti krenarie kombëtare. 4. Shqipëria që duam për kësh. Kryeministri Rama dhe kabineti i tij e kanë përqafuar retorikën Shqipëria që duam, por gjithnjë e më shumë po bëhet e qartë se kjo është një Shqipëri për të pasurit, për të pushtetshmit, për të huajt me makina të blinduara dhe eskort. Jo për ata që ngrenë këtë vend çdo ditë me punën dhe sakrificat e tyre. Kur qytetari i zakonshëm nuk mund të përdor rrugët që vetë i ka paguar me taksat e tij, kur nuk mund të shkojë në punë sepse qeveria ka vendosur pushim në emër të sigurisë, atëherë skemi të bëjmë me një shtet. Por me një pazar propagandistik ku pushteti e shet veten si i fuqishëm dhe i përulur ndaj të huajve, ndërsa e shtyp dhe e hesh qytetarin e vet. 5. Rrof sultani, por populli po ikën. Nëse Rama dëshiron të sillet si sultan, do të duhej të kishte të paktën aftësinë organizative të një sultani të vërtetë. Por ajo që shohim është vetëm një vazhdim improvizimi të çorganizuar, ku fshatarët, qytetarët, taksistët, nxënësit dhe punonësit mbeten peng i një show diplomatik që vetëm i largon më shumë nga shteti i tyre. Sepse realiteti është ky, kur vjen një i huaj, shteti shqiptar pushon së ekzistuari, jo për t'u përulur në mënyrë dinjitoze, por për t'u përkulur pa dinjitet. Ky nuk mund të jetë një samit. Është një simbol i dhimbshëm i mënyrës se si një qeveri mund të përdor pushtetin për spektakël, ndërsa sakrifikon përditshmërinë e njerëzve që ajo duhet të përfaqësojë. Rrof sultani dhe sultanati i tij, por mos harroni se një ditë edhe sultanët bien dhe popujt zgjohen.